informativ të orës 9:30 nderuar shikues, përshëndetje përsëri. Do ta nisim me ngjarjen më të fundit që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme. Detajet e reja janë zbuluar nga atentati ku mbetën të plagosur 4 persona, mes tyre 2 të mitur. 11 vjeçari plagosur ndodhet në gjendje më të rënduar, ndërkohë dyshohet se autorët kanë ngatruar shënjestër. Ata dyshohet se lëviznin me një motor nga ku kanë qëlluar. Por për më tepër detaj do të lidhem tani me gazetarin Iglit Qelmeta. Iglit, përshëndes, përpara se të pyes për dinamikën e kësaj ngjarje, të lutem një informacion nëse ke si është gjendja e 11 vjeçarit. Përshëndetje Nisida, lidhur nga informacionet që ka marrë në spitalin e Traumës, më bën me dije që gjendja e 11 vjeçarit, i cili mbeti i plagosur mbrëm në një atentat rreth orës 21:30 minuta në kryeqytet, është e rënduar dhe stafi mjekësor po punon për përmirësimin e gjendjes së këtij të fundit, pasi ka marrë plagë të shumta. Po ashtu edhe 3 personat të tjerë të plagosur, një 17 vjeçar, i cili është kushëri 11 vjeçarit, po merr ndihmë mjekësore në një spital privat, ndodhet në gjendje të stabilizuar jashtë rrezikut për jetën, po ashtu edhe 34 vjeçari, shoferi i automjetit ku po udhëtonin të rinë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, edhe 19 vjeçari tjetër, i cili mbeti i plagosur, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sa i përket dinamikës së kësaj ngjarje të rëndësishme, janë zbardhur detajet e reja nga hetimet e kryera nga grupi hetimor.